mentale. Jam me Lorjanin, kena me bo një vozitje testuse para provimit. Tash ta shohim se sa Lorjani është i gatshëm për me kalu sfidën e testit, sfidën e vozitjes. Edhe pse nuk kena njës për stacionit, jena të njës të bëjviga freshit o për stacionit, po vazhdojna me tutje. Hajde djathas. Lorjan kena me dalë në daljen e dytë, të rreth rrotullimit të radhës. Shi sa për shkak të motit me shi. Lorjana për ke emocione? Jo. Jam shumë në rregull. Se di diçka në emocionet? Bëna? Sepse Lorjani vozit shumë mirë edhe nuk ka nevojën pas emocionet. Si është një sfidë, një test që besoj ka me kalu pa këtë farë. Ta shumë. Lorjan, mos kujt që në radhës jena me vazhdo majtas. Tash kena me vazhdo djathas, Lorjan. Me kujdes dhe. Hajde bashka. Gjatë kësaj pjesë, kena me pas një pjesë të cilën kur nuk i kena ra me Lorjanin, me këqyr a pe kalon sfidën apo nuk pe kalon sfidën. Edhe pse ka me pas vështirësi me kalu, sepse te ajo pjesë më ngull shenjat edhe më ngull shenjat sa që Lorjanin ka me shti një problematik, ta shohë se sa po kalon. Drejt kena me vazhdo Lorjan. Gabim serioz. Sa ke respektu profesorin. Lorjan. Hajde pa thot, pra pas kësë respektore. Provim Lorjan e provim, në më thonë një gabim që në gabimet të tjera, po mos tani se nëse te e ban një gabim, i cilë është gabim i letë, këtë rast e kemë sort është gabim serioz, edhe një gabim i tillë mundet me në arzu për provimit, për testit. Megjithatë, nëse po gabimet e leta deri në 7 na lejon edhe mos e merr as si smituese ti e bona një gabim ku edhe nëse të me majt me të çaj gabim.
rregullimi, sepse se ke respektu këmësorët. Por gjithsesi na po vazhdojnë tutje. Ditën e provimit, një kujdes pak ma të veçantë tek këmësorët. Po të kryqin e radhës kena me vazhdu djathtas. Hajde që të e ki sfidën, Lorian. A me të ndihmu apo ju? Provojnë. Hajde, provoj. Prapë edhe këtë Loriani ka gabu, por a ka pas faj, s'ka pas faj se ka mungu shenja, jena kysh në shiritin e buzave, Lorian. Domthon, me vazhdu djathtas do të me dalë në shiritin e mesit, atje ju tash vazhdo. Hajde shku na bet djathtas. Çdo Lorian me shku në shiritin e dytë me një drejt mesit, sepse u kyçën në shiritin e buzave. Thash, a ke pas faj, nuk ke pas faj, sepse mund nga shenja, por gjithsesi është gabim serios, sepse ke mund të me këshyr e para edhe e dyta që asaj diratën pak ma heret edhe e vrejtit që është po s'kryqin e radhës prap kina me vazhdu djathtas Lorian. Kujdesë më në të mezë puse, që eci puse. Tash Lorian, edhe kjo është Lorian gabim. Pse po tham gabim? Sepse s'dash me prit buzën se tash djathtas nuk muna me shku Lorian. Se kina vijen e plotë, kina vend kalimin e këmësorve. Hajde epi të rëgusin të djathtas. Hajde tash. Hajde. S'kryqin e radhës djathtas Lorian. Duhet që Lorian, që më këpon e rrës Lorian? Qet, izi shvirt jam. Hajde pashta, ana shkaleje, kujdes me këmësor. Kujdes. Hajde vazhdo. Por në videon në radhës ju garantoj që Loriani s'ka me bas një gabim. Në fund të rrugës kena me vazhdu djathtas. Shkuna e përmirësojna gabimin që na e bën. Kjo nuk na lejohet në provim, sepse në momentin që dështojmë Lorian, kena dështu veç pak njëra tjera. Nuk na lejon një mundësi të dytë, nëse bëjmë gabime serioze, ndërsa Ericeki përsëri. Hajde vazhdo. Ericeki përsëri se gabimet e lehta lejohen deri në 7 gabimet e lehta. Vetëm djathtas se kena mundësi. A do me bo gabimin e një Lorian? Ja, më jo. Kujdes me këmësorin. Hajde vazhdo. Tash Lorian s'po folje. Bravo. Sepse është shiriti kurse. Tash Lorian përsëri kena me vazhdu djathtas. E përcjellëm vijen e plot. Hajde Lorian. Prap djathtas Lorian. Kujdes Lorian. A po vjen tash gabimin Lorian? Hajde kalo. Do thotë, nëse do të përcjell vijen e plot, nëse kem vijen e plot, ndalëm që atë, derisa na lirohet rruga, pastaj e bëjmë ndryshimin e shirit Lorian. A e kuptove? Po. Mirë. Hajde Lorian, po vazhdona. Bravo. Ne kam vdekur i very nice. Tash nëse do na me dal djathtas, do të më dal qytë. Është busi, është një ket, presëm. Dihet rruga një kohë gjithmonë para vend kalimit të këmësorëve 5 metra është bija e plot. Drejt po vazhdojmë.
edhe pse Loriani ka dështu në test provues, në videon tjetër unë edhe Loriani promes ju se nuk kena me kalu, s'kena me bo asnjë gabim, ose të pak në ndonjë gabim të lehtë, por do të mundohem që t'i shmohum gabimeve serioze. Edhe këtë gabim që ka po Loriani është mësim për kandidatët të tjerë të cilët e shikojnë këtë video. Follow në Instagram Autoshkolla Olbia.